Përshëndetje miq, jemi këtu në episodin e radhës bashkë me Enisin, kafe dhe futboll. Tash ndryshe kemi pasur një Champions League me diskutime dhe polemike me super ndeshje nga portierët, që ne dim për cilën ndeshje specifikisht edhe për cilën portier, po themi. Ne do kapim kishim Dortmund Lille, që doli 1-1, një ndeshje më së balancuar dhe Lille është një nga ato ekipe që na bëni habi këtë sezon Champions, që fitoi ndeshje dhe u rendit tek top 8-ja Lille dhe shumë rehat fare dhe ka bërë një futboll super të bukur. Edhe shqiptari Jon Zhegrova që ka bërë një super performancë në ndeshje edhe si në Champions, po edhe në Francë po ashtu. Tash për mendimin tim këtë gjë 1-1 që ka dalë kjo ndeshje Dortmund Lille më shumë i favorizon Lillen, sepse ndeshjen tjetër do luhet në Francë dhe Lille do presi më ndryshe dhe është më së normale të dalësh barazim në fushën kundërshtarit. Tash edhe Dortmundi nuk është një fushë e lehtë për të përballë dhe kjo është një super arritje për Lille për mendimin tim. A do kemi episod dhe një gjë të tillë, besoj se po, që Lille do mund kaloj sepse po bëhet në Francë, do jetë një frym tjetër, një loje tjetër që do bëhet për kundër Dortmundit. Kishim PSV Arsenalin që thjesht lehtësisht mua habita që e dishe që do fitonte, thash do vende pak në vështirësi. Se u PSV-ja, u Feyenoordi, po themi, edhe që janë kështu, po fare, domethënë, tu tregoj nivelin e Juventus dhe Milan, cilë ishin ato ekipe që ne vunë në presion. Nuk kam shumë çfarë më thon për Arsenalin, sepse u dinte që doli 1-7 çmenduri. Reali me Atletico Madridin. Tu ishte, për mendimin tim, ishte faji i Simeones për zëvendësimet, për lojën që ishte duke luajtur, edhe mënyrën e taktikës që po loste, sepse ishte betejë trajnerësh deri diku dhe gabimin më fatal, më bazik që bëni, nuk ishte totalisht trajnerësh. Faji i trajnerit e bëri që këtë lojë të zgjidhet më saktë, sepse ajo ishte më shumë ndeshje, po të themi lojë individe, si goli Rodrigo, si Diaz, si edhe Alvarez, ishin gola pa aksion. Thjesht zotësia individuale e atyre lojtarëve, jo se kishte një skem bukur ose një taktik, një dalje të lezetshme që ishte mendu dhe ishte bo plan. Kjo ishte mendimi. Pjesa tjetër, Mapeja që nuk më pëlqeu natë, po themi Mapeja, plus edhe Vini nuk ka pëlqyer, domethënë Rodrigo po, Valverde nuk kam çfarë më fol sepse eksperjenca e tjerë i ka bërë gjitha. Feyenoordi, Inter, tash Feyenoordi, Inter i shumë thjesht, kollaj fare, pa u lodh dhe pa më saktë duke nejt i qetë, domethënë e ka bërë atë lëvizje. Kishim Bayern Leverkusenin që deri diku ishte pritshme sepse Bayerni jam e dymenje sepse të dy trajnerët nuk kanë eksperiencë Champions, po thjesht i kuqi po, përveç sajt edhe fakti që është përdorur në rast të Leverkusenit. Edhe një kuq që nuk u dha Bayern, tekstualisht edhe një rast që mund të ishte i kuq, domethënë, për mendimin tim që ishte, nuk u dha. Kështu që do ndryshonte totalisht episodi i ndeshjes. Edhe shumë raste që kapimi mbrojtjes, që doli se ka Frimpong, i Leverkusenit e tjerë, por fakti ishte këtu që ndodhi kjo lloj gjëje. Një që ajo, dy është kishim Parisi me Liverpoolin që ishte për mua ndeshje ishte sikur Parisi po loste vetëm edhe me ca lojtarë që sa më thon. Super ndeshje dhe aksione, po fund ditës ty ta fiton ndeshjen rezultatin, nuk ta fiton ajo tjetra.
këtë ndeshjen ta fiton rezultate dhe nuk ta fiton fare as gjë tjetër përveç se rezultate. Kështu ti mund të bësh lek bukur, të mirë, mu më erdhi keq për Liverpoolin që si erdhi që me 2 goditje ka bëu gjithsej dhe 1 gol okej. Fakti Nunes si e majti topin dhe futin lojë etj, po që e dim rastin si ndodhi, po fakti është që Parisi e bëri të mendohen të shkonte në atë lloj grade Liverpoolin, nuk e prisja, dhe kjo tregon një lodhje fizike, vetëm se ka fatin që në Premier League është shumë parë dhe mund të japi, mund ndërroj dhe pikë, po themi, nuk është si puna Interit ose si puna e Barcelonës që është në presion kontaktin gjithkohës. Kishën Benfica Barcelona, një super performancë e Szczesnit, për mendimin tim, performanca e Szczesnit ishte fantastike. Përveç saj ishte Pedri, goli Rafinhas ishte super gol, themi atë që është. Përveç goli, nuk kemi që me diskutu tjetër, thjesht më pëlqeu fakti se si u mbrojt Barcelona ndaj Benficës, edhe pse me 10 lojtarë që ishte penalti, që ishte e kuq, më falni. Kjo ishte, domethënë, për mendimin tim, kjo është, kemi edhe ndeshjet e fundjavës që mund të themi, nuk ka ndonjë ndeshje që mund fort që mund ta shohim, 2 ndeshje që unë mendoj, është Manchester United dhe Arsenal. Unë besoj se Manchester United do bëjnë ndonjë histori ndaj Arsenalit, edhe sepse los në fushë vet, los në Old Trafford, edhe kështu që unë pres që Manchester United fitoj, është çmenduri. Por përveç saj kemi edhe Juventus Atalanta përsëri, shtunë mos gaboj, mos e diele, nuk e bëjmë më mirë. Dhe Juventus Atalanta që luhet në Torino. Edhe këtu të vendoset fati që po themi vendin e tretë, Juventusi mund të ketë shansin e madh që mund të shvërryj vendin e tretë, edhe mund të hapet totalisht, edhe tregon se sa i bindur është për matematikisht për kampionatin, po do shikohet dhe fizikisht realitet. Kjo është episodi i sotëm dhe faleminderit që më ndoqët.